Shumë agresiv, ka eksplosivitet të Federikës në Michael Oliver. Sa 22 minuta e fundit e kohës shtesë. Mbaj një minutë që po shkon drejt një fitore shumë rëndësishme. Për Carlo Bright Madridit në Santiago Bernabeu. Është sot një vetë të vjen që ka një fitonte dhe rani në stabilu me penalti. Në të rregull të tjera fundit që skuadra e Albani ka fituar. Bernabeu ka qenë penalti. Penaltia tani, të vinjemi të minuta, gjemi të bajnë atë. Për ruaj. Për ruaj. Pasoj për Vinicius Junior. Realizimet e nga tjetër për Jude Bellingham, në rrën, Stanisic dhe paru e gore nga kështë forë. Rudiger. Në kërë në Mekara. Në kërë një tren Alexander Arnold, Jonathan Tameko, Valverde, dhe një tjetër rrë për Mekara në shërë për forë. Militar. Se bëhet diferencë. Pse? Po bësh ajo? Jo, mo. Një frille. E pas ka jak bolë. Nga bërë hapë. E ka jak bolë. E dha. Edhe ne si kemi sakë. Në të tenori tonë të pozitë, ne kemi e bonë. Në që bonë, e shëma. Ne kemi skor gol. Shënoj është tama. Atë termi me qëtësive të shurita, dhe më pëqen shumë. Sepse kemi në italisti, asa të gol. Kemi edhe në ide. E bani të fani. Ka ina ka njerë, e bani që në zonë. E bani. Por nuk e kam gjerë nga jo. Pse dhe nishtja e ka formën me dhënë. Pse nuk e përdojë formën e ka dhënë. Shka përdojë njësë. Fjallën ta kanë dhënë, ato të kënga? Kënga popullore që s'ka lidhje me gjuhën standarde. Ato fjallën ta kanë dhënë? Po, a i përdojë të dhënë, jo Kosova. As Kosova së në fatu. Ku ka paren 100 vjetës, ku ka formi gjuhën greqishte në Kosovë. Nuk ka pasur ta ka mjaftë. Kjo ka kërë, se po ta kishtë në vetë, do ta kishtë në greqishtja. është e kërë të shkuar. Nuk formja ja. E shkuar. Nuk është në rri ja. Ta kam japë të më thonë, Ta kam dhënë pra, fjallën ta kam dhënë. Pra greqishtja e Shqipës, dialekti greqe ta kam dhënë, nuk ta kam japë. Ajo vjen nga servisi. Ja, kom ja. Kërë e merë gole, po. E pra me gole. Po kur që të kom për sjellë. Nuk do të
e kam ndjekur, e kemi ndjekur, të kompetitor të kam ndjekur, po e ndjekur, po e pasjellim. Po e pasjellim, e nisëm të hiri. Po në tjetër e të vogla. E të sonë në janë tjetër. Se nuk janë të gjusë, se po të ishë të gjusë gjegje, janë për kapolësë, ka shumë flasë, është normale. Kjo vivi që rëmi e farë. Ka prakto, do i kishte të prakore, do i kishte Jo si ka. dibra, do i kishte një kompërtësia. Nuk i fu, i deke dhere. Kam në ca, në një dyqënë, në dibra, nga një, shumë në flasë, avokata kompërtësia, që të sa. Kam jeti për fu. Jo deki se njësë, bërë. Për Real Bayern nise, lirim avokat në një fjali para se të kalën në atë. Historia shkruhet me emocione të forta. Bayern München triumfon një përballje gjigantësh ndaj Realit të Madridit në shifrat 2-1, në një ndeshje kur ritmi, karakteri dhe vendosmëria bavareze bëri me të vërtet diferencën. Përse vini në studio Champions League, aty kur do të analizojmë natën e sotme që foli gjermanisht në Champions League. Përshëndetje miq të rinj, nga unë Eva Murati, jemi gati për të ndarë me ju emocionet e para të kësaj mbrëmje. Mirim. Fitore merituar edhe Bayerni që konfirmon një njerë formën e mishë po kalon kjo skuadër, ndërkohë që goli Mbappés për ta çuar 1-2 për mua e ka dhënë hapur kualifikimin. Do kemi një finale të vërtetë në një. Ndërsa Arsenali, unë e thash në fillim, Arsenali është favorit. Pavarësisht se bëhet shumë mirë në Sportivo, por Arsenali është favorit për të kaluar. Avokat, vetëm për Realin. Për Realin nuk do të them vetëm për Realin, do të them për ndeshjen. Që ndeshja e mbajti fjalën, domethënë ishte tamam ajo që prisnim në gjitha kufimet. Gjapo në kohë si nuk po jeti do të replejnë ata të regjisë së ndeshjes, sepse edhe në deri minutën e fundit një ritëm i jashtëzakonshëm. Ndeshje shumë e bukur. Shumë ato ndeshje që kemi qef sot. Ai ndërmor në këtë fazë të Championsit që në absolut emocionen edhe më të forta, e vërtet. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Mos e ndroni kanalin, jemi në prim në Champions League. E hapur është prapë, me një gol barazon, bravo. Ja, vjen të gol. Ne ishtë tifozit që shkondër parë. Edhe unë që s'kam qenë furt tifozit Bayernit. A i tha penalti aty se u shty që ka të puzi. Mund s'pao dhe marrë në gjohë. Po, sot jo. Penalti se kanë marrë penalti kje të një shumë. Më mori një natë, o aty dhe në navës. Shti shkuar, doa në në suport në kushtet. Në pashu të kërkisa se kërkisa të. Kësa që se kam, po ma gjej. E këtë ma në të natë dhe po me fërë dhe nuk të qekë. E që duhe është nëzit, se të am të dhe. Duhe të gjatë të poli në një studio, në një studiarë. Kishë për Bayernit? Jo, që gjatë për fokarë sonë. E
E ka projt kursa civile dhe ai pranesh. Avokat, jo neve, po shumë brejta të tjerë, nuk ka gjithë kush që me vend parë shumë. Edhe po tjetë prapë po dhe një në të tjerë. Dati po vend parë shumë. Ai ka dhe drejt thotë që ma unë lojtarë që rastë të ata ati ja unë lojtarë, ai lojtarë që s'do të asë informacion, ai ja unë lojtarë. Do thoni Se vino, besoj, vino diçka. futbolli kështu. Po, se i malë që Ode që në dorën të mbrava e kave e për të jetë. Për mua, goli i Lewandowski është delikuar, nga sa thosh. Trajektore, pas nevojë. E letëzueshme. Edhe shtatdarësia të ndihmon. Jo Strakoshës. Jo, atëre më sëshora? Herë para se të dhe Për globu po një më përpjesh. Globu para ata. Atë të Lewandowski duhet ta kishte vetuar. Ajo ishte gabimi i tij komplet, se ajo futi dhe dilemë dhe këtë hyse. Se pakte të dalë dhe u mblodhi, kush Sa do të shpyesën mozin e ka po ata, avokat ja. Ai po jeni të thotë njëri që aty. Shtyri që të thotë gjë njëri. Ke penalti? Kush tjetër? Asnjë çështë tjetër. Të dy mikrofoni. Dhe vetëm ndoshta më që Ka fajnë ka shkove e varë. kualifikimit për në gjysmën finalet e Ligës së Kampionëve. Nisim me njëherë diskutimin bashkë Shamete. Është vërtet të mendoj që Bayern sot po paraqitet në mënyrë më të mirë. Në përgjithësi besoj se duhet ta menaxhonte më mirë ato minutat e fundit, sepse Reali përjetës së vërtetës pas golit të shënuar Titi të krijonte disa raste ndoshta të krijuara edhe nga gabimet e skuadrës së Bayernit. Bëri një presim ultraofensiv në këtë moment, shpesh rast fiksues që nuk i dha mundësinë as pak Realit që të organizohesh dhe të krijonte sulme logjike, por cilësia që ka kjo skuadrë, siç është Real Madridi, dhe goli i shënuar i Mbappés, mendoj që i dha mundësinë që pse jo të tentoj edhe ajo diçka më tepër në Gjermani. E vërtet. Prova paraqitje për të vërtetën ose dignitoze e Bayernit të Munich, me gjitha në një impiant magjik siç është Santiago Bernabeu. Unë besoj që ndeshja pas një curi paktën ashtu siç ne e parashikuam para se fillon. Do të kishim një Bayern që do të kishte kontroll më të madh lojë, dhe një Real Madrid që do të ishte me blok të ulët dhe do të tentonte me dy lojtarët më cilësorë që ka, si Vinicius, si Mbappé, me shpejtësinë e tyre apo me aftësitë e tyre individuale me një kundër një, që do mund të përgjigje, se për hitë vërtetës edhe pse Bayern pati dominancë, Reali në çdo moment i pati rastet e saj. Se sot mund të them që ishim një Neuer në ditët e tij më të mira. Më të mirë, absolut. Atë që nuk ishte Reali. Atë që nuk ishte Reali. Po, atë që ishte portuar, pakën e golin përpara. Dhe në këtë aspekt them që të dyja skuadrat munduan të impononin me forcat që kanë. Bayerni me formën që ka, që ditë imponohet çdo lloj skuadre, dhe Reali duhet mos qenë sot në lartësinë e Bayernit për të luajtur në një fushë të hapur, edhe pse në minutat e fundit e tentoi me presim lart duke përgjigjur, duke munduar të prodhojë diçka, por prapë nuk e ka aftësinë që ta dominojë në minuta Bayernit. Por që unë them që prapë ndeshja siç e kishte përgatitur, edhe pse u mund arrit të shpalos më të mirën e saj. Duke u bazuar gjithmonë te ato elementë që thash, do mundohet të shfrytëzoj
elementet e saj më të mirë që ka. Dhe ndeshjen e saj e bëri, por që pastaj ndikojnë edhe diferencat e portierëve. E vërtet. Avokat, nuk e di, mund të themi që në mbrëmjen e sotme e pamë një Reali si pragmatist, duke u mbështetur shumë, vërtet duke u mbështetur shumë të kundërshtuar, edhe duke u ruajtur më tepër se ç'duhet ndoshta përballë Bayernit. Nuk mund të them që më ruajtur tepër se ç'duhet, sepse kundër Bayernit duhet të ruhesh. E çuditshmja është që pavarësisht se si shkruaj dhe pavarësisht se ky mund të jetë korrekte, pra që ata munduan të ishin pragmatist, rastet e Realit ishin të mjaftueshme që ndoshta rezultati ishte edhe barazi. Edhe Bayern pati raste të cilat, sidomos në minutat e fundit, 3-4. Avokat, Bayern pati më shumë. Them dot, nëse Dominim patën atë prostingu përvares për të vërtetën. po flas për raste, nuk po flasim për lojë, tani po flasim dhe diferenca e kësaj ndeshje sot në Shqipëri. Nëse në vitet e përmendimit, nëse në vitet e tjera në ndeshjet me ndeshjet me City apo në ndeshje tjetër, Reali ka pasur aftësinë që rastet që ka patur, edhe përpara edhe eliminatorëve të shkuar, rastet me City që kishte i shënon të gjitha rastet, për shembull kishte 3 raste. Ka të nëm pak City, se edhe për City nuk e di kemi patur shumë kritika e kemi folur këtu në këtë studio, po tani fokusohemi pak te kjo ndeshje se a mjaftojnë gjithë ato rastet e Realit, ashtu Bayernin që për të vërtetë një Bayern që po na befason, edhe me paraqitjen në kampionat, edhe me paraqitjen në Champions League, që ishte tani nëse kampionat në themi që ato janë dominues në Champions, ka një paraqitje shumë të dinjitoze, Historia nuk duhet të pranoj, por standardi që ka pasur zakonisht Reali, që rastet nuk i gabonte përpara portës, ky standard sot nuk u mbajt. Pra, Reali sot humbi shumë raste përpara portës. Dhe raste në fazat shumë decisive të ndeshjes, në qoftë 25-30 minutat e para të ndeshjes, që kishte raste që ishin që mund të shënoheshin, qoftë edhe po themi mbas minutës së 70, pavarësisht golit që bëri, por që aty sërish pati raste dhe ajo në të gjaka është vërtet që sot dhe Bayern në një, në ndeshje që ka fituar me Realin 2-1 në fushën e Madridit, lojtari më i mirë i Bayernit është Oliver Neuer. Kjo tregon këtë shkojquaj anomali, po këtë veçantisë të ndeshjes së sotme. Unë nuk i keq asnjë gjë aftësisë së Bayernit për të luajtur një lojë shumë të bukur, një lojë shumë guximshme, se të shkosh në Madrid, do të mos e kam parë ato mund të që pa frikë, gati të gjeshët të qiqi i mbajtjes topit duhet të qenë, të shkosh dhe të luash në këtë lloj autoriteti. Në fushën e Realit, nuk është një gjë që mund ta bëj shumë skuadra historikisht. Nuk është diçka që nuk do të rëndojë, kjo është pak poezi. Por kjo nuk ishte e zakonshme për Realin, pak që mundi të shunase. Lirim, nuk e di, ishte skuadra e Bayernit autoritare apo ndoshta nga ana tjetër ishte skuadra e Realit pak e trembur përballë një kundërshtari goxha që kishte përballë si Bayern Munich. Në fakt nuk mendoj që Reali trembet, por mendoj që po kalon një formë më të mirë skuadra e Bayernit për momentin. Reali kishte marrë masat e kishte ndërtuar lojën, por nuk mundi të përballoj presionin shumë lart që mbajti në fillim të ndeshjes për shumë minuta skuadra e Bayernit e presoi lart, mundua që ta vinte në vështirësi sidomos për pasimet e prapa dhe e shënoi shumë lojtar. Ndërsa për mua është e vërtetë që Neuer ka një merit madh, por unë lojtar si ai Odise, po shumë vite që s'kam parë. Ai ishte pa dyshim një nga më të mirë të fushës, më i mirë në fushë. Ai krijoi gjithë situatat të vështira për mbrojtjen e Madridit, duke bërë që 80.000 veta aty në atë stadium të shkojnë pas tij. Pra Odise ishte absolutisht lojtari më i mirë në fushë për mua. I bëri absolutisht për vete me performancën e sotme. Nivel shumë i lartë, i veprimesh, nuk kam parë, për mua ishte i paparë sot të më thënë. Unë them që Bayern tregoi autoritetin e vet, janë dakord me ju, dhe por për kualifikimin them që ka dhe një 90 minutë të shpjerë. Ka dhe një minutë. Që duhet ta mendoj Bayerni për të qenë më i sigurt deri te. Saveri, për te 90 minutë që tjetër që me të drejtë, me shumë të drejtë të Flirimi,
Nuk e di, sa pesh I jep sot në mbrëmjen e sotme Arbeloz, duke lënë deri diku edhe pak më nja në gjithë përvojën e tij si trajner me radhë, sa peshon trajneri në një ndeshje kaq të rëndësishme sa kjo e sotmja, në një fazë që janë çerifinalet e UEFA Champions League. Po të mbasësh në një rezultat minimal në Bayern, një super fuqie në fakt që po kalon, mendoj që nuk është se Arbeloa mund të bënte diçka më tepër. Me ata lojtarë që kishte. Mendoj që Reali me përgatitjen gjithmonë, me aspektin mental më tepër, sa kanë shikuar. Reali me ata lojtarë nuk mund ta bëj asnjëherë lojën e Bayern. Paktën qarkullimin e topit, në presingun ultraofensiv që Bayern sot bën, pra nuk mund të kemi dot një Real të bënë Bayern. Problemi është që ky Real është I fokusuar ose I mbështetur tek cilësitë individuale, siç është Mbappé, Vinicius Junior edhe disa lojtarë të tjerë. Pra pjesa tjetër janë në grup dhe edhe në momentet e caktuara e gjithë strategjia e trajnerit Arbeloa për te faktin që është I ri në moshë, mendoj që është tek këta komponentë. Dhe besoj që e realizoi deri diku, sepse edhe unë jam I mendimit që Neuer ka qenë një lojtar më I mirë në fushën e tretë. Vërtet, jo këtë mund ta themi e pak po e sigurt. Sepse vërtet Bayern Munich u mundua që të qarkullonte topin, të kishte fuqinë në mbajtjes së topit, nuk I dha asnjëherë mundësi Real Madridit që ndërtonte nga portieri nga mbrojtja, nuk I dha asnjëherë mundësi me fushës të Realit të organizonte sulme vertikale ose sulme të ngadalta. Problemi është që në momentet e caktuara duhet të jesh shumë në kundër një skuadre të tillë, të mirë organizuar, duhet të jesh shumë kompakt në fazën mbrojtëse. Kështu që unë mendoj që ka një mundësi për ndeshjen e Klimit edhe besoj goli I shënuar Mbappé si ka një tjetër bonus të skuadrës për të tentuar pse jo për më tepër. E vërtet, tjetër bonus edhe sigurisht edhe shumë goditje të vërtetën. Zava nuk e di sa shumë diferenca nga mes të skuadrave dhe sa shanse do bëja dia, sa shanse jep Reali për një vendosje finale në të gjitha, ndoshta edhe me paraqitjen në mbrëmjen e sotme. Që Bayern është avantazhuar në të isha I sigurt edhe para se të fillojë ndeshja, sepse po kalon formën të mirë, ka një ekip kompletuar, kanë thyer dhe lojtarë gjithë nga ndërtimet, ndërsa Reali ma domuntes të veta me Bellingham jashtë forme që kthehet në një ndërtim I gjatë, Mbappé që ka kaluar një ndërtim gjatë. Mungesa ti kishte edhe me City në ndeshjen e parë, kështu që nuk është se Dakor, por nuk është se vuaj ti edhe ai shumë. Jo, më pyete para ndeshjes, në emisionin parë që pyete që sa të ngjashme janë Bayerni me City, thash kanë të dyja një ngjashmëri tek që kërkojnë ta dominojnë lojën, por ka një ndryshim që Bayerni është shumë më solid si skuadër. City ka shumë probleme në fazën mbrojtëse. City nëse ja gjen ato hapësira me dy lojtarë si Mbappé dhe Vinicius, City është skuadër që thyet. City është skuadër që në fazën mbrojtëse po has vështirësi edhe në kampionatin anglez apo edhe në Champions ku bën 2 vjet që po I ka këto probleme. Sa Bayerni këto probleme I ka. Sepse ka treguar që është një skuadër solide në të gjitha fazat e lojës, një skuadër që shkatërron shumë mirë, luan shumë mirë në blok, një skuadër që sulmon me shumë forca, por rekuperon shumë shpejt pozicionet I ka shumë mira. Dhe kjo bën një skuadër shumë kompletuar, gjë që çdo skuadër që do përballet me Bayern do ta ketë shumë vështirë që ta mundi me episode. Dhe prandaj I ritheksoj që Real Madridi shanset e saj të luajë në maksimum. Duke përgatitur ndeshjen mbi ato probleme që mund të kishte në momentin e caktuar, Bayerni duke u hedhur në sulm, duke tentuar që të marrë kontrollin e lojës dhe të shfrytëzonte pikërisht kundër sulmit dhe merrte avantazh me dy lojtarët e saj, me dy lojtarët më në formë që ka. Dy lojtarë më të mirë më praktikisht dy të skuadrës që është Mbappé dhe Vinicius. Dhe unë them që Reali prap I ka shanse, sepse ka lojtarë cilësor brenda për të bërë edhe në ndeshjen e Klimit për të bërë diçka, nga momentet e caktuara të dy ato lojtarë mund të bëjnë diçka të papritur, siç e bën sot në momentet e caktuara me kombinime midis tyre. Por që avantazhuar unë jap 70-30 duke paraqitjen e sotme. 70-30 për skuadrën e Bayernit. Sepse nuk është pak në të tilla nivele dhe një avantazh I goli, Po kujtohet të po me kanë, kushtë në bëjë shtojë, në ideshte presin të kujtohet. Ajo po me kanë në të bëjë parë. E kemi malë shumë, ajo po me ka një kanë. avantazh goli që nuk është pak. Ka një aspekt që një skuadër që si Bayern që
arrin pikërisht për shkak të këtij presimit që bën i lartë të suportojë një lojtar aq të pasakta në kanal. Me Upamecano sot të harrish të sosh vetëm një gol, është fitore e Barcelonës, sepse ajo që thotë Xhavi në mënyra se si janë të gatshëm edhe kur humbazin topin, edhe në momente të rrezikshme, si janë të gatshëm që ta sulmojnë sërish kundërshtarin, është diçka Rosimon kupton pak edhe Liverpoolin me Kloppin. Nga kjo pamje është shumë kjo është forca e vërtet e Bayernit. Dhe në ndeshjen e këtij Reali do të mungohet të çoni për Realin e sotëm nuk është gjë e vogël që mos ketë çoni në mes është vështirë. Në futboll asgjë nuk është e pamundur, ndërkohë që do të ndjekim gjithashtu edhe një tjetër momentet më të mira të mbrëmjes së sotme dhe golat e përballjes Real Madrid-Bayern. E ndjekim. Këto që po doja për një s'ka fituar. Top që vetëm i zonë rrezikshme për mund të se që këna hapur nga të do të mban. Më pas Alexander Arnold, topi kthyer te Kylian Mbappé në një qendër Manuel Neuer. Dhe përpara tani skuadra e Real Madrid pasim te Kylian Mbappé. Ndalet nga Manuel Neuer. Edhe një tjetër Vinicius Junior. Nga analizë të gotit në gabim dhe përsëri nuk shohim dot ato Bayernit. Valverde Vinicius të bitë Kylian Mbappé. Kylian Mbappé! Manuel Neuer! Me mirë topi braziliani, që të Vinicius Junior! Me një këtër Serge Gnabry, më kësi e mirë për Bayern, pasimit të qenës Luis Diaz! Realizon Bayern Munich, zero Mañana, Santiago Bernabéu, Luis Diaz! Sa kemi pak në katon për në pjesë parë, Chouameni, cilët nuk e më dëshnashë, në një për Michael Olise, shërbe prapë për Harry Kane! Më i bukur edhe skopimi topi nga Michael Olise që lënë në vend Karina, shtyp përpara Michael Olise, që kjo Michael Olise dalet në lutë. Mes presimut të lartë kundërshtarit jep qetësi skuadrës edhe një tjetër uruguayani Federico Valverde dhe sikon të pastë më humbur në për Harry Kane, që kjo Harry Kane. Shumë përpara dhe Vinicius Junior që janë fitoi topi dhe Upamecano, Vinicius Junior! Një fresko disa vajnë në lojë, pasur dhe Kylian Mbappé! Manuel Neuer i thot jo sërish! Vinicius Junior për Mbappé, për Neuer Mbappé! Jo! Është jashtë kuadranit sërish! Kylian Mbappé! Alexander Arnold dhe në qëndës për Mbappé! Dhe domino, nuk është domino! Për të përgojnë dhe të shmëndin konfirmimi! Michael Oliver, në boga teknologjia! Kylian Mbappé! Pas 2 muaj që atër pas në gjerë në rjetës. Topi dhe Harry Kane për Vogëditjen. Harry Kane, qëfar kese. Nga surmues janë të leqë. Xhavi, më shumë rast e Reali. Për rast të pasër. Më shumë rast e Reali e rast të pasër. Jetë nga distanca, qëndrore, tjata e fajndia se ka dakur. Pasë Kylian Mbappé, ka tje për pasër atata. Rikazim për Vinicius Junior. Manuel Neuer. E ka dalë të tjatën e Vinicius Junior. Që tjesë Stanisic, Olise. Rogje Apsia, shërbet në tjetër. Alfonso Davies për Jamal Musiala. Jashtë kuadratit. Abuzuan pak Dhe dhe vjen ta për të shullim e tajri Michael Oliver. Për Vinicius Junior, 2-0. Për ta barazuar po që u godite tabela. A bëhet për mimia i portierit. Për tua. se tim që ose të timi parë. Për javësh.
që shkruba jonë, hajde dhe në kontos. Me një problematik të bajnë të 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 Gati? Po. Arsenali është një nga skuadrat pretendente bashkë me Bayern, pra të një nga shfaqet deri tani, por sot as jo pak vështirësi. Sepse ekipi i Sportingut bëri atë që na ka mësuar, që do brenda, sidomos brenda në shtëpi, në kundër një skuadër e shpejtë, një skuadër agresive, një skuadër që gjatë gjithë kohës tenton me lojtarët e krahut, apo skuadra 1-1 dhe që në shumë raste janë superior, sepse janë skuadra shumë e shpejtë dhe skuadra shumë e shpejtë vertikal. Gjatë gjithë kohës nuk është skuadër që kuron atë po flisim për Bayernin që ta organizojë lojët me stacione, por është një skuadër që gjatë gjithë kohës kërkon lojtarët e krahut, gjatë gjithë kohës tenton skuadrat 1-1, shërben brenda zonës dhe me të vërtetë e vuri shumë në vështirësi Arsenalit. Arsenali sot ka marrë një gjysmë hapi të kualifikimit, por në një fushë shumë vështirë. Një fushë vërtet vështirë. Avokat, nuk e di një fitore me vërtet minimale që mbërton vërtet nuk është se shpreh maksimumin e mundshëm, me atë se çfarë neve pristim nga skuadra e Arsenalit. Megjithatë, nuk ishte maksimumi gjithashtu edhe nga Sportingu që vërtet pavarësisht asaj paraqitje breslënse vërtet këtu me skuadrën e botën tim, ndoshta në mbrëmjen e sotme mund ta prisim edhe një skuadër më brintoze, me më shumë grim, me më shumë forcë. Megjithatë, edhe këtu ndoshta nuk ka munduar edhe ai pragmatizmi, nëse nuk ka qenë. Po, do të them që që ta të bajnë do ta them edhe për Arsenalin. Edhe Arsenali nuk është një fushë ka pas portieri sot. Që dhe pasë Bayerni mund të justifikohet si se kishte përballë Realin dhe domethënë të vërtetë që Reali nuk është diçka e pazakonshme. Ndërsa për Arsenalin për mua është një moment alarmi që ndodhi deri sot dhe rezultati i quhet një marko është një arritje shumë e madhe për Arsenalin për ndeshjen që kemi parë në fushë sepse nuk them po ishte rezultati drejt. Domethënë do thoshte që një barazim do të ishte qenë rezultat më i drejtë që ajo pikpamje për lojën e Arsenalit nuk është një lajm, nuk ka lajme të mira për formën e Arsenalit. Por rezultatet e Arsenalit ka lajme shumë të mira, sepse rezultati që ka marrë sot avantazhi në fushën kundërshtare për logjikën e kualifikimit në 180 minuta është shumë rezultat i mirë. E vërtet, mos e vërtet. Do të rëmë një hapësirë të shkurtër publicitare, mos e ndroni kanalin, jemi në Trim në Champions League.
Bayern ka kapituar në pak të normal. Dyzet sekonda. Janë të shkurtra. Ma ato do në fazë së do në imë. Ja, janë të përndakse. Një përnare do ka energjike që të vitë. Gjerman. Në Gjermani. Gjyra në Gjermani me Bayern janë gjithë. Jemi sërish së bashku në studio Champions League për të vazhduar diskutimin tonë në lidhje me këtë fitore vërtet minimale të Arsenalit. Për shëndetit, për të diskutimin për Arsenalit. Po performanca sot e Arsenalit besoj se ishte një fotokopje e ndeshjes së parë me Liverpoolin në Gjermani. Një skuadër që nuk është se bëri atë dominancën siç edhe u nisi ndeshja, por në të njëjtën kohë patjetër që Sportingu Lisbonës nuk ja mundsoi këtë, sepse nuk kishin çfarë po mundisnin. Mendoj që kanë element shumë cilësor të shpejt teknik në skuadër, që e treguan dhe me Bodoglindi, dhe sot e treguan në momente të caktuara, por që një rezultat që të çon besoj patjetër drejt gjysmës finales, por që nuk i jep besimin e plot nëse kjo skuadër përballë një skuadre të tillë si mund të jetë Bayern apo Real Madridi mund të arrijë për më tej. Kështu që besoj që Arteta ka shumë punë. Skuadra e Arsenalit është patjetër që ne e kemi nominuar si një nga ato skuadra që mund të shkojë deri në finale dhe pse jo ta fitojë trofeun, por me ato paraqitje ka bërë paktën këto dy ndeshje që unë përmenda me Liverpoolin në Gjermani dhe sot. Mendoj që do ta ketë shumë të vështirë për bazë skuadrave të tilla që ndeshje pas ndeshje po tregojnë një performancë të shkëlqyer. E vërtet. Lirim, nuk e di kjo fitore minimale e skuadrës së Arsenalit, mendoj që e vendos në vështirësi skuadrën e Artetës, duke patur parasysh edhe që skuadra e Sporting për të vërtetën, ndoshta mund të luajë gjithçka për gjithçka. Nëse vërtet janë të shpejtë, janë për periudhën dhe të rrezikojnë në kundërshtues. Unë mendoj që Arsenali nuk është në formën vetë më të mirë, ndoshta është në kurva në rënje për skuadrën e Arsenalit, po ta shikojmë gjatë gjithë edicionit. E skuadra që mori pikë të këto kanë fazën e parë të Champions dhe ishte e para pa diskutim. Unë mendoj që nuk është në ato nivele në formën e sportive, por për të kaluar Sportingun besoj që po, sepse Sportingun nuk vërtet luan mirë, vërtet i ka të shpejt, por nuk është në nivelin e Arsenalit. Por për të shkuar më tej, për Arsenalit është një vështirësi të mëdha. Po ta krahasojmë ndeshjen e parë, ka kundërshtarët e mundshëm, që nuk janë Real Madridi, Bayern Munich, skuadrat e tjera. Gjysmë finale do ketë çiftin Atletico Barcelona. Po. Kështu që Mirë, për të parashikimeve, për të parashikimeve. Është vetë vështirë, rruga tjetër e Parisit në ato. Avokat, për ty sa rrezikon skuadra e Arsenalit me këtë fitore minimale ndaj Sportingut? Apo nuk e di, ndoshta mendon që faktori fush do të bëjë diferencën më të madhe? Skuadra ndjesën përgjithësi dhe për Arsenalin, faktori fush është faktor, domethënë, që ka një ndjenjë të paktën 10% më shumë në atë shanseve. Luçi me këtë fitore, domethënë Arsenali e ka bërë avantazhin. Edhe unë si do Gjava sa si Gjava domethënë 30 po për Arsenalin. Dhe kështu që testimi vërtet, tani Arsenali ka këtë fatin që në gjysmën finale tjetër ka në ndodhë Luçi. Dhe gjithë që ndodhë javë tjetër, po. Kështu duket nga rezultatet sot, ka fatin që çifti kundërshtar Barcelona me Atletico e ka pak më të sopërtueshëm se sa ajo që Parisi me Liverpoolin që prodhon në nga tjetër.
Okej, do të ndjekim momentet më të mira të përballjes Sporting Arsenal dhe rikthehemi sërish në studio për diskutim. E faccio un vestito. Minha vida és tu! Sporting Lisbonës për Arsenalin. Jemi në çert finale të UEFA Champions League, ndeshjet e para. Në qendër ideja është e mirë, mundësia gjithashtu e majta që përfunduar në trapë botës. E pranë zonos me çfarë mbet Sportingu. Araujo. I lartomi Maduekes në travers, ma shumë aksione nuk arrin Gyökeres. Odegaard, vetëm i bëri fundore. Ja për golin e Arsenalit. Odegaard. Do mi drejt zonës, Gordile nga këndi. Rui Silva, Ivo Mënqëm. Pedro Gonçalves, shikorit të diagonale. Për angolit. Nuk arrin Sportingu. Ma shumë aksione kërgjën e këtu dhe vjen goli ka realizuar Arsenali. Vlen goli është i rregull pozicioni. Protestat e vendasve. Zu, Bill Medley. Autor goli. Nuk vlen goli. Nuk vlen goli pozicioni pa rregull i Gyökeres. Provon që dojë fundore. Pasimi shute pas në goli. Raja. Ndërgjeri Katamon. Apo dhe qëndër, kërësim në zonë. Nëse më mirë vjen goli, rrës i zonë tani. Po po kërë ma gjithë. Jo, ashtë të fundit. Date një nga të Ja tani e ke. I të rrëm skuadra të Kodoma dhe Zheshis. Në pjesën e dytë të takimit. Zibert në Jose Alvarade. Skuadra e Arsenalit fiton në kohën shtesë. Jemi sërish së bashku në studio Champions League, tashme për të bërë edhe një koment të fundit për këtë përballje Sporting Arsenal. Isha pa fjala e fundit për ty në lidhje me shanset e kualifikimit të skuadrës së Arsenalit. Megjithatë, edhe ndoshta për ndonjë surprizë të mundshme nga ana e skuadrës së Sportingut, nëse ekziston edhe mundësia për të ndodhur diçka atje. Nuk e besoj që Sportingu ka shanse, sepse skuadra që luan më mirë brenda dhe jashtë ka vështirësi, aq më tepër që luash në një stadium se i Arsenalit, por që në të tilla kompeticione duhet të kesh dhe fat në mes. Unë besoj që në momentin më të keq të Arsenalit, të këtij edicioni ka pasur edhe fat në kundërshtarët që ka pasur. Ka pasur përballë, e vërtet, mëse e vërtet. Shumë faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Champions League rikthehet sërish me emocione të mëdha dhe dy çerek finale që premtojnë me vërtet spektakël, tension dhe futboll të nivelit më të lartë. Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Studio Champions është sërish nesër me ju për të bërë një koment dhe një analizë të detajuar të gjithë emocioneve që na presin në Studio Champions League. Nga unë, Eva Murati, shihemi nesër. Shkurt, tak, rekuperova. Roger? Nathan, ciao! Që janë flokën në lakë. Those are the very last minutes. The show is done. Everybody is leaving. Don't forget, we're going to see each other tomorrow because tomorrow we have another beautiful night in the Champions League. More Champions League matches, more semi-final magic is going to happen tomorrow, and I cannot wait, to be honest. Was it an earlier finish? Yes, I think we did though. We did, because I'm seeing watch right now. I'm seeing the time, sorry, right now.
And yes, we did finish a little bit early because the highlights are shorter now. So yeah, I guess we finished early. Some good old Thank you. Mwah, thank you. Nice new heels. Well, thank you for noticing. Great show again. Thanks. Well, I'm so happy, guys. To be completely honest, I'm so happy that you liked and enjoyed the show today. Not only here like on live, but also the official one on Drink Sport 1, the official broadcast. And don't forget that we're going to see each other tomorrow for another beautiful, amazing night in the Champions League. Mwah. Kisses, 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 and see you tomorrow. Don't forget, is this your 10th year at Drink? I saw a comment. Yes, this is my 10th year at Drink and my 10th year in the Champions League. So I have like a big anniversary this time, this final match. Because like every new season I celebrate it with a big cake. You need a big cake for that. Yes, that's exactly what was I saying, that every season I celebrated with a big cake here in the studio. And I cannot believe that I started working here for the Champions League literally 10 years ago. And this is crazy, literally crazy how time has flown by so quickly. It's truly amazing. Well, I'm gonna stop it now with this live, and don't forget we're gonna see each other tomorrow at oh my god, at 8 o'clock. 8 o'clock. I am waiting for you here on TikTok Live, and of course on the official broadcast on Drink Sport 1 for everyone who wants to watch the broadcast in Albanian. Mwah. But also everyone who wants to watch me from the real camera, because I like the phone camera, how I look from the phone camera, but I love myself. I like myself even more how I look from the official broadcast camera. Mwah. Love you guys, and see you tomorrow. Bye.